Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Përmes kodit që vinte nga një agron i frymëzuar nga vepra e Kadares, i frymëzuar nga Atzef Plumi, nga Padër Gjershfish e tjerë. Në moment caktuar kur pash që po abuzohej ndoshta nga kryeministri i vendit në shtëpinë e Fishtës në Zadrim, pata një reagim dhe i ktheva një përgjigje. Dhe herën e dytë, të tretë. Do rikthehemi në sezonin e ri. Po, simbolika që du me dhamë në kuvend, kësaj radhe është kjo, që Shqipëria e brezit që vjen, e gjeneratës së re që vjen. Edhe kjo simbolika është sot të në kuvend, masë mund tjetë e rrallë televizion shqiptare. Të emisionit në kuvend, me cilin tashmë ju jeni mësuar, duhet ju falenderoj gjithë ju që keni shkruar, më keni marrë në telefon dhe keni dhënë përshtypje të mira për një emision të tillë, i cili është kaq shumë i domosdoshëm për një rajon si Lezhë. Ndaj ka marrë dhe këtë hapje të këtij sezoni të ri ta bëj pikërisht këtu, tek obelisku i famshëm i kuvendeve të famshme shqiptare dhe jo vetëm të Lezhës. Sigurisht u fituan zgjedhjet, ne në Lezhë humbëm sepse Partia Socialiste humbi sepse mori vetëm 2 mandate. Ky ka qenë qëllimi, që ne të bëjmë një kuvend për gjithë shqiptarinë. Vërtet në kuvend bëhet në Akrolis TV, edhe në platformën Netsus.com këtu në Lezhë, por bëhet për gjithë rajonet e veriut dhe për të gjithë rajonet shqiptare, sepse këtë emision po ndiqni edhe përmes rrjeteve sociale që ka Akrolis TV, po ashtu në YouTube. Aksidentet politike që ndodhen atëherë, kënaqësitë dhe pakënaqësitë e 2013-s në Lezhë, nga çarqet politike dihen, edhe u kriju një vakancë e madhe në Partinë Socialiste të Lezhës, pra një pjesë e madhe e Partisë Socialiste të Lezhës ikën në Partinë Demokratike. Sisoj valët e këtij televizionit të thjesht, modest, por të sinqert me teleshikuesin, shumë sinqert, dhe që do sjellë risi gjatë këtij sezoni, qoftë në kuvend, por edhe me emisionet, edhe me gjithçka tjetër që prodhon ky televizion këtu në Lezhë. Banorët atje për shekuj e kanë ndërtu kullat vetë. Kjo është shumë e rëndësishme në trashëgimi kulturore me seksu. Në kuvend do vazhdoj të flas për shqetësimet, për problemet, do ketë ballafaqime, do ketë tema, por mbi gjitha do mundohet që t'jap edhe zgjidhje. Natyrisht, do t'jenë pjesë edhe politika, por politika që nuk bën zhurmë, politika që jep produkt. Do t'jenë drejtuesit, do t'jetë njeriu i thjeshtë, që tek bariu i maleve do t'jenë studentët, do t'jenë të rinj, do t'jenë gratë, do t'jenë fëmijët. Kështu që në kuvend prisje me gjëra të reja, me risi që do sjell. Ju falenderoj që do na ndiqni me siguri edhe këtë sezon të ri. Këtu nga obelisku i kuvendeve të famshme të Lezhës, në kuvend në Akrolis TV.